Hello, mirë se vini në podcastin e Pro Barbers. Përshëndetje. Na tregoj herë pse I hyn kësaj pune. Pse hyra kësaj pune? Atëherë, duke marrë parasysh që kisha shumë vite punë tek njerëzit e tjerë dhe asnjëherë nuk kisha pasur diçka konkrete të timen. Kisha një biznes konkret të ngritur të timin. Gjithmonë kisha punuar në profesione të ndryshme, por gjithmonë punëtor të tjerët. Dhe nga të gjitha mundësitë që mua më kishin ardhur në jetë, profesioni I berberit ishte vetmja mundësi që mua më kishte ardhur, por nuk e kisha shfrytzuar. Edhe një ditë bukur thash, thjesht u çova mëngjes dhe thash pse mos ta shfrytëzoj edhe këtë si mundësi dhe ne ku jemi le të njihemi. Si të ka dalë kënardh vështirësi. Si të erdhi jeta. Si më erdhi jeta. Çdo gjë ti e di shumë mirë që është me vështirësitë e veta. Nuk ka asnjë gjë që nuk arrihet pa vështirësi. Që ta arrish në një pikë ku ti do, gjithmonë duhet punë, duhet sakrificë, duhet mundim. Po kjo varet gjithmonë se ç'a pikë do ti të arrish. Sa më lart të duash ti të arrish, aq më shumë punë do duash, aq më shumë sakrificë do duash, sepse normalisht gjërat e mira vijnë avash dhe më shumë punë. Po në çik lekë duhet. Po patjetër që duhet edhe lekë. Po për lekë ishe ti. Ti ishe leku, unë kisha thash ç'a rrugë të ndjek, edhe voilà. Okej. E kam gjetur deri diku rrugën e shtruar, po e them prapë falteje. Më ka ndihmuar shumë. Dhe më ke bërë ky që jam sot. Jam falteje. Por si puna ime mund të jenë edhe shumë të tjerë që duan të ndjekin këtë lloj profesioni. Mjafton të gjeni një person si ky që t'ja ushtroj rrugën dhe ju thjesht kaloni sipër dhe mund të ecë. 8-4, jo mi zonë, mos orës 4, jo mi di. Si që ke eksperiencë në këtë profesion, pak a shumë sa vite kam unë jetë, ti ke eksperiencë në këtë profesion. A ke menduar ndonjëherë që ta lësh, siç është ajo ti bëj mutin, se u lodha me këtë lloj profesioni? Ka qenë një periudhë, më thonë, që e kam pas para syve për me e lënë. Po këtë I them në çunave kur I mësoj që sado që të përpiqesh ti me e lënë këtë profesion, nuk le ky profesion ty. Edhe ai që e merr profesionin e berberit është I farë mënyrë I infektuar. Çdo lloj profesioni që të ndroj, çdo lloj profesioni që të ketë, çdo lloj pune tjetër të re që të filloj, prap do kthehet ke ky profesion, sepse është profesioni I pavarësisë. Është profesion që je gjithmonë I pavarur, je gjithmonë rahat. Do thonë shkaqet për të stresuar ke ky profesion janë shumë të pakta dhe vin nga individ caktuar kur ti je I punësuar. Nëse je, do thonë I vetë punësuar nuk ke shkaqe stresi ose që kështu është shumë e rrallë e pjesa që ta lesh, se nuk e ndjen nevojshme për ta lënë, sepse është art mbi të gjitha, në artisti nuk heq dorë prej artit. E kuptoj. Po mirë, ti për shembull ke shumë profesione. Dhe të gjitha profesionet që ti ke, mund të jesh vetë, si I thon asaj fjalës, vetë zot, vetë shkop. Pse pikërisht te ky profesion ti e ke gjetur atë dëshirën e madhe për të mos ta lënë kurrë, edhe pse je lodhur? Sepse të gjitha profesionet që ti ke kështu janë. Janë profesione që nuk të lënë asnjëherë të japin pavarësi ekonomike, lidhesh me ato, mund të jesh I zoti në dyqanin tënd, mund ta hapësh si biznes, e kupton, siç është berberania, siç është akademia që ke. Shumicën e rasteve ke shumica e njerëzve profesioni indoktrinohet, është diçka që të jipet, nuk është diçka që zgjidhet. Do të thonë ai pjesa e zgjedhjes, sidomos ke moshatarët e mi ka qenë shumë e pakët, do të thonë mundësia për të zgjedhur, edhe ishte gjithmonë e pjesa që të bësh këtë profesion. Do të thonë kanë qenë gjithmonë profesionet e pamarra të prindërve tanë që kanë dëshiruar që fëmijët e tyre t'i marrin. Edhe të indoktrinohet që është
profesion i mirë, do ta marrësh, do bësh berber se. Nuk është se kam pas një dëshirë të madhe për të bërë berber, po kështu ka ardhur domethënë pjesa e jetës, edhe u bëra berber. Nuk është se e zgjodha të bëhem berber. E kuptoj. Dëshira ime ka qenë guzhina. Edhe Që përfundova e ke edhe berber. një nga profesionet e tua është guzhina. Edhe gjithsesi domethënë në momentin që ti e ke këtë profesion në arrin ti kombinosh me njëra tjetrën sepse futet fantazia, kreativiteti, ke mundësi që ti bësh domethënë bashkë gjithë profesionet. Të tregoj një histori të vogël që unë kam në të kundërt me këtë që tregove ti. Nëse ty për shembull të kanë shtyr prindrit për të thënë që futu se është profesion i mirë, te ande gjëra të tilla, domethënë e ke pasur një shtys ose ke pasur dikë që të drejtoj në këtë profesion, unë si thash nuk e kam pasur. Mua thjesht më ka ardhur si mundësi, me kam filluar ta shfrytëzoj, por jo vetëm që se kam pasur shtysën, por kam pasur edhe njerëz që më thoshin berber, do bësh berber, njerëz, mami. Njerëz të shtëpisë, e kupton? Shpun ke ti të bësh berber, ti punon këtu, punon atje, ke këtë, ke atë. Do merresh ti, do qetesh lesh ti gjithë ditën. Ma, unë sot bëj më shumë lekë se ty. Dhe jam berber. Kështu që kjo është mesazh për të gjithë. Nëse ju e keni qef, nëse ju e keni me dëshirë, ose edhe nëse nuk e keni me dëshirë, po dëshira juaj është të bëni lekë, ma besoni ky është profesioni perfekt për ju, sepse e para ju jep pavarësi ekonomike. Të gjithë dimë që berberi tani nuk është më çështje halli, por është çështje qefi. Gjithë qefen një herë në javë. Do qetesh sepse do ikësh në punë, do qetesh se do dalesh për kafe, do qetesh se do dalesh me një gocë, do qetesh se një ditëlindje, gjithmonë do të jesh i qetur dhe i kuruar. Kjo do thotë që ti një herë në javë do shkosh te berberi. Minimalisht do lësh 100.000 lekë në muaj te berberi. Kështu që berberi bën lek. Dhe për gjithë ju që doni të bëni lek, dhe për gjithë ju që e keni me qef këtë lloj profesioni, ma besoni ky është profesioni perfekt. Unë personalisht kam hequr dorë nga ëndra ime për këtë profesion dhe pa e kuptuar formova një ëndër tjetër që është prapë po ky profesion. Sot, me thënë drejtën, më shumë të bënte karrierë një berber femër se sa mashkull. Shumë e vërtet. Do të thënë është një risi, domethënë që ecën goxha. Shumë e vërtet. Edhe do inkurajoja çdo femër që të hyjë tek ky profesion edhe të ketë mundësi domethënë që të ngrihet, bëhet e pavarur. Ne kemi pasur kursante femra dhe me thënë të drejtën kanë qenë më detajiste se gjithë kursantët meshkuj që ne kemi pasur. Me thënë femrat, sepse nuk thon kot, e shef me syrin e femrës. Femra është detajiste vetë nga natyra dhe normalisht që i shef gjërat më mirë, i shef më pastër, ka dorë më shumë për t'i bërë më bukur. Kështu që nëse je gocë dhe e ke tabu, thjesht X tabus dhe zgjidhe si profesion, sepse realisht femrave në ditët e sotme është një profesion që i shkon shumë. I shkon vërtet shumë. Është edhe i sigurt si profesion. Nuk ke rrezikshmëri duke praktikuar si profesion. Nuk ke asnjë lloj shqetësimi. Po, ti je shumë i qetë. Plus që çmimi është shumë i favorshëm, domethënë. Edhe ke përfitime goxha. Si të shkoj menja me bo podcast? Nuk doja me thënë drejtën. Po pse më bu? Po më detyrove ti. Ta bëja. E di si unë më beti, po shifsha i video aty. E ne kishte dalë njëri aty. Kishte dalë njëri të bo si tipi menshëm. Okej. Edhe fillot e të dhonë me. Jo do t'ju them 3 gjona, jo 4 gjona, jo 5 gjona. Edhe e keqe ishte sa s'dita s'me folë. E su kuptojshin gjonat më shumë nga gjua se sa nga gjona. Ndoshta gjonat kanë qenë interesante, po su kuptojshin. E thash pse mos ta bëjmë edhe një podcast apo? Se ne flasim dhe mirë? Po, çfarë thotë burr? Ne jemi të kuptueshëm. Jemi të kuptueshëm. Për Shqipërinë e mesme po. Jemi të kuptueshëm. Po shkom më nolta më poshtë, vemi pak ndryshim nga dialekti që kemi, po të paktën merremi vesh. Që sot e tutje, ne do jemi prezent me podcastet tona. Okej. I sugjeroj që të gjithë që na ndjekin
për videot plota të podcastin në YouTube apo YouTube, po, më falni. Edhe kanë mundësi të na ndjekin aty sepse ne në YouTube, sepse neve nuk do flasim vetëm për berberhone. Ne do japim mend. Do japim mend rreth jetës, rreth çështjeve të pazgjidhura që si ka zgjidhur njeri, edhe rreth halleve se si ti zgjidhim hallet që nuk i ka zgjidhur njeri. Ne ti zgjidhim hallet. Ti zgjidhim. Po, të gjitha. Të gjitha. Po, nuk flem hall. Varet nga halli. Po keni hall shumë të madh? Po. 7.000 lekë halli i madh. Po. Halli mesëm 5.000 lekë, vogël sa do ta lëm. Si tha ai, tha, po deshet që të çaj me juve, tha 20.000 lekë halli. 20.000 lekë. Po. Gjithë ditë. Ku di zeçën ti se? Po, direkt. Gjithë ditë ndarë. Kështu na ndiqni në YouTube për më shumë këshilla jete dhe profesioni. Profesioni.